Mirëmbrëma të dashur motra e vëllezër, Zoti ju bekoft. Çfarë lumturie e gëzimit të jesh i mbledhur me ju këtu në këtë mbrëmje, apo nuk është kështu vëllezër? Lavdia i qoftë mbretit, lavdi Zotit, lavdi Perëndis son. Lavdi Zotit, sa i madh është mbreti. Duartrokitje të shkojnë për Perëndin. I madh është Zoti. Madhështor është Zoti ynë dhe mëshira e tij është kaq e madhe. Ndaj dhe sot vëllezër e motra po shohim fuqinë e Perëndis. Po shohim manifestimin e Zotit që duam dhe adhurojmë. Zotit të gjallë, të Zotit në jetë, të krijuesit të qiellit e të tokës. Lavdia i qoftë Perëndis. Të gjithë sot mund të themi se Zoti po na përmbush një premtim. Apo jo vëllezër? Një premtim. Lavdi Zotit, lavdi Perëndis. Lavdi Perëndis, po, të gjithëve ne. Pasi secilit prej nesh, Zoti na kishte premtuar se të ishim pranë të dashurës motër Maria Luisa, profeteshës dhe apostoles së Zotit, dhe sot ajo është me ne. Lavdi për Zotin ton, lavdi Perëndis. I bekuar është Zoti, i bekuar është ai. Le të lutemi e të paraqesim para Perëndis këtë moment, le t'i themi Perëndis ton, i bekuar mbret, atë madhështor, atë i plot fuqishëm, Zoti i mirësisë, Zoti i mëshirës. Këtu është kisha jote atë, e bashkuar si një zemër e vetme, për të falenderuar, për të përlëvduar. Perëndi, paraqesim para te këtë studim biblik. Ka gëzim në zemrat tona atë, kisha jote gëzon sot, kisha jote është e mbushur plot gëzim për këtë moment. Atë, jemi mbledhur këtu sot për të mësuar fjalën tënde. Zot, qofsh ti në këtë vend, qofsh ti atë duke e shenjtëruar. Qofshim të shenjtë për ty, o Zot, sepse duke nisur nga ky çast, ky vend, këto dy sallone, Zot, do të shndrohen në vendin ku ti do të përshfaqësh fuqinë tënde. Ky vend që ti na e vure në dispozicion sot për të përjetuar këtë festë shpirtërore. Zot, na shoqëro me hirin tënd, me mëshirën e fuqinë tënde. Zot, bekoje shumë e më shumë shërbëtoren tënde të dashur, motrën tonë Maria Luisa. Perëndi, të gjitha këto i shprehin përpara teje në emër të birit tënd të dashur, Zotit tonë Jezu Krisht. Amen. Lavdia dhe adhurimi përket Zotit. Le t'i këndojmë kore Perëndis. Le të këndojmë kori numër 68 me titull atë që po jetojmë edhe sot. Jemi në fest me Jezusin. Le t'i këndojmë Perëndis korin numër 68.
lavdi Perëndis. Dhe sot Zoti na ka lejuar që motra jon Maria Luisa të jetë këtu me ne, për të vazhduar të na mësojë e të na përgatisë që edhe ne të jemi ai popull që e mbështet motrën tonë, që ndihmon gjithçka që Perëndia ka vendosur në duart e saj për të vazhduar shtrirjen e kësaj vepre në mbar botën. Le ta mirëpresim me shumë gëzim motrën tonë të dashur, Maria Luisa. Faleminderit vëllezër dhe motra, Zoti ju bekoft të gjithë vëllezërit dhe motrat këtu, në qytetin e Romës, një përshëndetje me shumë dashuri për të gjithë ju, dhe po ashtu për banorët vendas të vendit. Ju dua me gjithë zemër, edhe pse nuk ju njoh personalisht, por dashuria e Perëndis dhe fryma e Perëndis që na bashkon të gjithëve në një të vetëm është ajo që më mban mua të lidhur me të gjithë ju po ashtu. Me shumë dashuri, me shumë përzemërsi, Perëndia im ju bekoft në ditën e sotme, qoftë Perëndia i që shfaqet në secilën nga zemrat tuaja. Unë falenderoj Perëndin, sepse unë e di që Perëndia do të bëjë një vepër të madhe, do të bëjë mrekulli, Perëndia do të shfaqet, sepse Perëndia ynë kështu e ka premtuar, se ai do të bekojë të gjitha vendet, shtetet ose popujt ose qytetet ku lejohet fjala e Zotit, ku Perëndia shfaqet dhe ku zemrat e njerëzve janë të përgatitura, thot Zoti se ai do t'i bekojë ato vende. Zoti thot se ai bekon madje edhe një shtet për shkak të një shpirti njeriu. Mund të uleni fal mëshirës së Perëndis dhe fal shfaqjes së frymës së shenjtë, që është ai që na ka bindur. Fryma e shenjtë na ka bindur se Perëndia është frymë dhe se ai është në çdo vend ose mund të shfaqet aty ku 2 ose 3 zemra e duan dhe e kërkojnë atë. Atëherë Perëndia është aty. Për këtë arsye ne, edhe pse na kritikojnë, jemi këtu përpara Perëndis tonë. Prandaj e duam kaq shumë Biblën. E adhurojmë këtë libër sepse aty gjejmë shumë mistere. Dhe Zoti, përveç kësaj, na zbulon mënyrën e duhur se si ne duhet të sillemi dhe se si duhet të vazhdojmë të ecim në këtë rrugë që të çon në jetën e përjetshme. Dhe tani, duke folur, më kujtohen vëllezërit ose motrat italian, vendas që besoj se janë këtu me ne sot, të cilët i përshëndes po ashtu me shumë dashuri. Nëse ka ndonjë që mund ta ngretë dorën dhe të thotë jam këtu, mirë se vini, ju dua. Me gjithë zemër, sepse të gjithë jemi një, të gjithë jemi një në Krisht, një në Perëndi. Dhe fryma e shenjtë është ai që ka vendosur në zemrat tona dashurinë për të gjithë, dhe atë dëshirë dhe atë entuziazëm për të vazhduar këtë rrugë të mrekullueshme. Këtë rrugë që Perëndia po e shtron për ne dhe që do të na çojë në jetën e përjetshme. Dhe Perëndia është shfaqur dhe ashtu siç po lexojmë në Veprat e Apostujve, sa herë që unë kam mundësinë të jap mësimin, jemi në Veprat e Apostujve ku tregohet historia se si filloi kisha e Zotit Jezu Krisht, se si filluan apostujt. Ne po lexojmë, po rishikojmë dhe po rikthehemi te gjithë kjo pjesë leximi, po kujtojmë dhe po ashtu po imagjinojmë se si mund të kenë ndodhur gjërat. Dhe në këtë mënyrë ne kënaqemi. Përse? Sepse gjithçka që ndodhi në atë kohë, sot po ashtu ndodh në jetën tona. Edhe sot Perëndia është shfaqur tek ne. Ka pasur raste që në moment janë ringjallur pasi kishin vdekur. Zoti ka ngritur persona nga karriget me rrota, ka ringjallur persona, Zoti ka shëruar sëmundje të pashërueshme,
Zoti ka ruajtur dhe ka mbrojtur njerëz që i kanë rrëmbyer, njerëz që i kanë bajtur diku në një shpellë ose në një burg ose në ndonjë qeli të nëndeshme. Perëndia i ka nxjerr nga ato vende, i ka ruajtur, i ka mbrojtur nga shumë rreziqe, nga uria, nga nevojat, nga mungesa e parave, në të gjitha rastet e jetës. Nga të gjitha mungesat që mund të ketë një qenie njerëzore, Perëndia u ka dhënë fitoren, ka çliruar dhe ka bekuar shumë persona. Sepse Perëndia është i njëjti. Ai Perëndi që punoi me apostujt në fillim, që punoi me Palin, me Pietrin, me Gjonin, ai Perëndi është i njëjti që kemi sot. Dhe për këtë arsye ne ndihemi krenar. Dhe unë ju tregoj se në fillim, kur filloi kjo kisha e Zotit Ministrore Jezu Krishtit ndërkombëtare, kur filloi, ishim 4 persona. Ndër këta 4 persona më kujtohet se ishte një vëlla me gruan e tij, vjera ime dhe unë. Ishim të 4 që luteshim çdo natë, luteshim ditën e shtunë, gjithë natën, dhe fryma e shenjtë një ditë u shfaq në jetën tona, dhe atëherë ai filloi të fliste. Dhe duke qenë se ishim 4, fryma e shenjtë thoshte: vazhdoni të mblidheni. Vazhdoni të mblidheni si kishë, sepse unë do të bëj me ju një kishë shumë të madhe në nivel botëror. Dhe kështu ka ndodhur. Kështu kanë kaluar që nga jo kohë deri tani pak a shumë 55 ose 58 vite, dhe Zoti ka vazhduar të përmbush premtimin e tij. Dhe ne kemi pasur mundësinë të vizitojmë 100 vende për të vizituar kishat tona, qoftë edhe një të vetme, qoftë edhe një kishë me 20 persona në ndonjë vend, cili do qoftë, shkohet dhe vizitohet sepse aty është kisha e Zotit. Kështu që Zoti ka qenë duke përmbushur atë fjalë, atë premtim. Si mund të dyshojmë? Ne nuk mund të dyshojmë te Perëndia, sepse ai na ka bindur me shumë prova dhe me shumë shenja. Prandaj unë nuk turpërohem të flas dhe as të predikoj për Perëndin. Nuk turpërohem sepse unë e di që Perëndia është real. Ai jeton dhe ai është sot me ne. Dhe ai sot do të na bekoj. Prandaj ju përgatisni, hapni zemrën tuaj. Në ditën e sotme do të bëjmë një studim biblik. Disa prej jush, shumica tani më e din për çfarë bëhet fjalë, çfarë është studimi biblik. Unë besoj se ju keni bërgati pyetjet tuaja, vëllezrit dhe motrat italian, nëse edhe ju keni pyetjet tuaja, po ashtu jeni të mirëpritur, atëherë sot do të bëjmë një lexim në Bibël, do të lexojmë në Mateu 19. Do të lexojmë disa vargje dhe më pas do të fillojmë me pyetjet për ditën e sotme. Mateu 19, do të lexojmë nga vargu 16 deri në vargun 38, shpejt, që të mos na marrë shumë kohë dhe të kemi kohë për pyetjet. Jeni gati, vëllezër dhe motra? Gjithashtu harrova të përshëndes të gjithë vëllezërit dhe motrat që do të na shohin në këtë video nga vende të ndryshme të botës. Një përshëndetje për të gjithë ju. Atëherë thot kështu, Mateu 19:16 thot: se Zoti Jezu Krisht ishte në një vend të caktuar dhe thot: dhe ja ju afrua dikush dhe i tha: mësues i mirë, çfarë të mire duhet të bëj? Çfarë të mire duhet të bëj që të kem jetën e përjetshme? Dhe Jezusi ju përgjigj: pse më quan të mirë? Askush nuk është i mirë përveç një të vetmi, Perëndis. Por në qoftë se ti do të hysh në jetë,
mbaj ose zbato urdhërimet. Ai tha, cilat? Atëherë Jezusi i tha, mos vrit, mos shkel kurorën, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme, siç mund ta shihni këtu Zoti filloi të rendiste mëkatet. Kur tha se nuk duhet të vrasësh, nuk duhet të shkelësh kurorën dhe as të vjedhësh apo të grabitësh, as të bësh dëshmi të rreme kundër njerëzve, të mos shpifësh, apo gjëra të ngjashme me këto, Zoti fliste se duhej të përmbusheshin të gjitha urdhërimet e Perëndisë për të pasur jetën e përjetshme. Në atë kohë, 2000 vjet më parë, dhe edhe sot Zoti na përsërit të njëjtën gjë dhe na thot po ashtu që të përmbushim urdhërimet e Tij që ne të mund të hyjmë në jetën e përjetshme. Vargu 19. Ndero atin tënd dhe nënën tënde dhe duaje të afërmin tënd si veten tënde. Pra, mos i bëj asnjë të keqe të afërmit tënd, mos i bëj dëm, të mos kesh urrëtie, të mos i dëshirosh më të keqen, të mos e shikosh keq, të mos e kesh si armik, ji mëshirshëm, ji i dashur, i mirë, jepu një dorë atyre që ka nevojë. Pra të gjitha këto përfshihen në dashurinë për të afërmin. Dhe pse të mos themi po ashtu, se nëse një person vjedh nuk e do të afërmin e tij, nëse shkel kurorën nuk e do të afërmin, nëse po i merr jetën dikujt apo po kryen një vrasje, nuk e do të afërmin. Kështu që ta duash të afërmin do të thotë të mos kryesh asnjë mëkat, asnjë shkelje që i bën dëm personit tjetër. Dhe në vargu 20 thot, i riu i tha, të gjitha këto i kam ruajtur që nga rinia ime, çfarë më mungon ende? Mirë, ai thoshte që nga rinia ime i kam ruajtur të gjitha këto urdhërime, çfarë më mungon ende? Dhe Zoti Jezusi tha, në vargun 21, qoftë se do t'jesh i përsosur, shko, shit që të kesh dhe jepu atë varfërve dhe do të kesh një thesar në qell. Pastaj eja ndishëm. Atëherë ky i ri thoshte se i kishte përmbushur të gjitha urdhërimet, por i mungonte të përmbushte një. Ai kishte diçka që nuk e lejonte të ishte i përsosur. Ndoshta ambicia, lakmia, sepse nëse Zoti thot shit që të kesh dhe jepu atë varfërve, është e qartë që Zoti nuk po i thoshte që tu jepte të gjitha pasuritë e tij të varfërve, por një pjesë të pasurive të tij. Po i thoshte, po ti je shumë i dhën pas paras, je ambicioz, lakmitar, dhe nuk do të ndihmosh askënd me pasurinë tënde. Pra, ati i mungonte kjo, kishte këtë mangësi ose këtë mëkat të ambicjes, të lakmis, të qenurit i dhën pas parave. Për këtë arsye Zoti tha, a do t'jesh i përsosur, atëherë bëj këto gjëra. Por i riu, kur e dëgjoi këtë fjalë, iku i trishtuar sepse kishte pasuri të madhe. U largua i trishtuar. Sigurisht, si të mos largohej i trishtuar kur Zoti tha të shiste çdo gjë. Por unë e di që Zoti, ai është kaq i përsosur dhe ai di që njerëzit po ashtu duhet të gëzojnë atë që Perëndia u ka dhënë, pra të shes një pjesë, bëj diçka të paktën. Dhe thot, ai u largua shumë i trishtuar, atëherë Jezusi u tha dishepujve të vet, u thot, në të vërtet ju them se një i pasur me vështirësi do të hyjë në mbretërinë e qejve. Thot me vështirësi, që do të thot se një i pasur po mund të hyjë në mbretërinë e qejve, sepse ka njerëz të pasur që kanë shumë para dhe që nuk janë ambicioz, nuk janë lakmitar, por janë njerëz që u pëlqen të jenë të mëshirshëm dhe të ndihmojnë personat e tjerë. Sot ne kemi dëgjuar për shumë persona shumë të pasur që kanë fondacione, që ndihmojnë fondacionet me paratë e tyre, pra shohim se po, ka të pasur që janë të mëshirshëm dhe që duan të ndihmojnë njerëzit e varfër në nevojë. Dhe Zoti thoshte se ishte shumë e vështirë. Po,
Unë mendoj se mes shumë të pasurve, ndoshta në 1/1000 prej tyre kërkon Perëndin sepse i pëlqen që të jetë i mirë, të jetë i mëshirshëm dhe të shtrit dorën për të ndihmuar të tjerët. Ndërkohë që të tjerët, ndoshta për shkak të lakmisë ndaj paras, ose duke menduar se nuk ka nevojë për Perëndin, sepse ka njerëz të pasur që thonë, unë nuk kam nevojë për Perëndin. Perëndia është për të varfrit, që Perëndia t'u jap gjithçka, por unë kam mjaftueshëm, madje më shumë se mjaftueshëm, dhe nuk kam nevojë për Perëndin sepse paratë e mia më japin të gjitha kënaqësitë që dua. Paratë e mia më kënaqin. Kështu që këtë thon njerëzit, këtë thot ai që ka pasuri. Por ka harron se pasuria nuk jep paqe, pasuritë nuk japin lumturinë. Unë njoh shumë njerëz të pasur, milionerë që janë të palumtur, jetojnë në depresion, jetojnë me dëshirën për t'i dhënë fund jetës, sepse nuk ka lumturi, sepse me para nuk mund të blihet lumturia, as paqja. Kështu që me të vërtet lumturia dhe paqja që janë ato për të cilat qenia ka nevojë, Perëndia është i vetmi që jep këto gjëra, jo pasuria. Kështu që Zoti thoshte, një pasur me vështirësi do të hyjë në mbretërinë e qejve, dhe po ju përsëris, është më e lehtë të kaloj deveja përmes vrimës së gjilpërës. Në atë kohë në qytetet kishte disa porta të ngushta të vogla në muret mbrojtëse, sepse qytetet ishin të rrethuara me mure. Kishte porta kryesore, porta e veriut, e jugut, e lindjes dhe e perëndimit në qytetin e Jeruzalemit. Por njerëzit për të mos ecur gjatë, sepse gjërat ishin larg, ata bënin disa vrima si disa hyrje të vogla në mur, të cilat i quanin gjilpëra, dhe thuhet se ndonjëherë përpiqeshin të fusnin deven e detyronin që të hynte në atë vrim, po me vështirësi disa persona bashk i mblidhnin këmbët kafshës së gjorë, çfarë nuk i bënin dhe detyronin të kalonte nga ajo gjilpër. Prandaj u jepte Zoti këtë ilustrim, është më lehtë që deveja të kaloj përmes vrimës së gjilpërës se sa një i pasur të hyjë në mbretërinë e qejve. Mirë, sa e trisht, po flasim për njerëzit në botë që mendojnë se pasuritë japin gjithçka, por ne tani më e dim se paratë nuk japin të gjitha, por Perëndia. Perëndia na jep paqen, lumturinë, gëzimin, na heq depresionin, i jep kuptimin jetës tonë, na jep shumë gjëra Perëndia, e dim që ai po është i domosdoshëm. Falenderojmë Perëndin tonë që e kemi njohur, këtë rrugë, sepse ju jeni të privilegjuar po ashtu, sepse Perëndia ka lejuar që ju të arrini të njihni këtë fjalë, këtë rrugë, dhe jeni këtu, aty ku Perëndia dëshiron t'ju bekojë të gjithëve. Këtu në vargun 25 thotë, kur i dëgjuan këto, dishepujt e vet u habitën shumë dhe thanë, kush vallë mund të shpëtohet? Kush? Thoshin se u dukej e vështirë, dhe Jezusi duke i vështruar tha, për njerëzit, kjo është e pamundur, por për Perëndin, çdo gjë është e mundur, lavdi Zotit. Atëherë Pjetri u përgjigj duke thënë, ja, ne i lam të gjitha dhe të ndoqëm. Çfarë do të bëhet me ne? Mirë, këtu Pjetri, duke bërë një gabim, e pyet Zotin, ne të kemi ndjekur, kemi lënë familjen, kemi lënë punën, kemi lënë çdo gjë dhe po të ndjekim. Çfarë do të na japësh në këmbim, Zot? Mirë, Zoti dhe durimi i tij, apo jo? Me durimin e tij, Jezusi u tha atyre, në të vërtet po ju them, në krijimin e ri, kur biri i njeriut të ulet në fronin e lavdisë së vet, këtu ai po fliste për një krijim të ri. Po fliste për kthimin te ungjilli i vërtet. Le të kemi parasysh se këtu Zoti ishte duke predikuar
sapo kishte nisur të predikonte ungjillin, të predikonte mbretërinë e qejve. Dhe kjo mbretëri e qejve do të niste apo fillonte pas vdekjes dhe ringjalljes së Zotit. Pasi Zoti të ringjallej dhe të ngjitej në qell, atëherë fillonte rruga e ungjillit, fillonte kjo mbretëria e qejve që predikoi Gjoni kur tha mbretëria e qejve është afër, pendohuni, përgatituni. Dhe Zoti Jezus po ashtu fliste për mbretërinë e qejve, por ajo mbretëri e qejve nuk do të fillonte derisa Zoti të përmbushte veprën e tij të plot. Vepra e tij e plot ishte të sakrifikohej në kryq dhe pastaj ditën e tretë të ringjallej. Aty fillonte ungjilli i Krishtit dhe mbretëria e qejve ishte në kulmin e saj. Dhe mbretëria e qejve nuk filloi me Zotin Jezu Krisht, por me apostujt, të cilët ishin ata që e nisën, që filluan. Kur Zoti u dha urdhrin dhe u tha shkoni në mbar botën dhe predikoni. Dhe thuhet se ai u dha frymën, u dha fuqinë, u tha u jap pushtetin që ju të visheni dhe të mund të predikoni dhe të bëni mrekulli, të bëni të gjitha gjërat që më keni parë mua të bëj. Pra, kjo ishte mbretëria e qejve, prandaj Zoti thot në krijimin e ri, që ishte koha kur Zoti do të ngjitej në qell, do të fillonte ungjilli dhe aty fillon krijimi i ri që është ndryshimi i jetës. Janë njerëzit, burrat dhe gratë kur kthehen te Perëndia, kur kthehen te Zoti Jezu Krisht, atëherë ata fillojnë të kenë një ndryshim jete. Në jetën e tyre shpirtërore ka një ndryshim, ka gëzim, ka dashuri për gjërat e Perëndis dhe fillon përjetimi i bekimeve të Perëndis në qenien tonë. Ky ishte krijimi i ri, jeta e re për të cilën Zoti thoshte, ai që beson në mua edhe sikur të ketë vdekur do të jetoj. Thoshte ai që beson në mua do të ketë jetë të përjetshme, do të jetë një njeri i ri. Do të jetë një krijesë e re. Ky ishte krijimi i ri për të cilin ai po fliste. Thot, në krijimin e ri, kur biri i njeriu të ulet në fron, dhe kur u ul në fron, pasi u ringjall, thuhet se u ngjit në qell, dhe sipas librit të zbulesës thuhet se ai u ul në të djathtë të Atit. Atëherë thot, biri i njeriu do të ulet në fronin e lavdisë së vet, edhe ju që më keni ndjekur u thot, edhe ju që më keni ndjekur, do të uleni mbi 12 frone për të gjykuar të 12 fiset e Izraelit. Ishte një mënyrë metaforike, me të cilën Zoti po u fliste atyre, një metaforë duke thënë se ata do të uleshin në 12 frone për të gjykuar të 12 fiset e Izraelit. Kjo, kur ne lexojmë në librin e zbulesës, gjejmë se kur Zoti thot se ai do të gjykojë të gjallët dhe të vdekurit, të gjithë njerëzit, të gjitha qenjet, ai do të gjykojë dhe aty Zoti përfundimisht do të çojë në jetën e përjetshme ata që e ndjekin, ata që kanë besuar në të, ata që kërkojnë rrugën e jetës së përjetshme. Prandaj ne dëshirojmë me gjithë zemrën tonë që Zoti një ditë të na vendos në atë vend. Dhe për këtë arsye duhet të luftojmë, duhet të jemi të fortë dhe duhet të ecim përpara, të mos bijem, të mos dekurajohemi, të mos ligështohemi, të mos kthehemi pas, sepse çfarë fitojmë duke u kthyer përsëri në botë për të bërë atë që bënim në botë? Kur nuk do të fitojmë asgjë, përkundrazi do të ishte madje ndëshkim, dhimbje, trishtim, vuajtje, prandaj më mirë në lutjet tona t'i kërkojmë Perëndis që të na ndihmoj, tani që kemi njohur këtë rrugë, tani që kemi hyrë këtu në mbretëri, t'i themi Zot, më ndihmo të vazhdoj, më ndihmo të vazhdoj në këtë rrugë të mbretërisë së qejve. Mos lejoj që armiku të vi dhe të më nxjerrë nga rruga. Kjo është lutja jon
të cilën gjithmonë duhet t'ja kërkojmë Perëndis ton që ai të na ndihmojë. Dhe thuhet në vargun 29, dhe kushdo që ka lënë për hir të emrit tim, shtëpi ose vëllezër ose motra, ose atë, ose nën, ose grua, ose bi, ose ara, do të marrë 100 fish dhe do të trashëgoj jetë të përjetshme. Ky varg është përmbushur jo vetëm që nga koha e apostujve, por edhe gjatë gjithë kohës në jetët tona deri në ditën e sotme, ne e kemi projektuar këtë, se si kemi lënë shumë gjëra ne, që të mundohemi t'i pëlqejmë Perëndis, kemi hequr dorë dhe kemi vënë re se po ashtu Perëndia na ka bekuar, Perëndia na ka hapur dyer me bekime materiale dhe bekime shpirtërore dhe na ka dhënë paqen që është kaq shumë e nevojshme dhe Perëndia na bën të lumtur sepse ne ndjejmë se kur kemi një nevojë ose kur ndjejmë trishtim ose kur kemi një shqetësim, e dim se dikush do të na dëgjojë, e dim se dikush na dëgjon, se dikush do të më flasë dhe do të më ngushëllojë. Dhe kush është fryma e Perëndis? Zoti është ai që bën të gjitha këto gjëra në jetën tona. Jeni i sëmur, ju thoni, po shkoj në kish që të lutem për mua të shoh çfarë do të më thot Perëndia, çfarë do të më thot fryma e shenjtë. Pra ne kemi një mbështetje, kemi një ndihmues, dikë tek i cili besojmë dhe tek i cili strehohemi. Prandaj kjo, pra të kemi Perëndin ton është gjëja më e mirë që mund të kemi. Nëse ne shohim njerëzit jashtë, njerëzit që nuk e kanë Perëndin sepse nuk duan të besojnë në Zot, nuk duan ta kenë në zemrën e tyre, ata vuajnë pasojat e gjithë rreziqeve dhe të gjitha gjërave që ndodhin vazhdimisht. Dhe njerëzit vuajnë, dhe njerëzit bërktasin, qajnë, ankohen dhe askush nuk i ndihmon. Por sikur të njihnin këtë Perëndi të fuqishëm që kemi ne, atëherë ata do të kishin te kush të besonin dhe Perëndia do të bënte një mrekulli në jetën e tyre. Një herë dikush në kish na tregonte se kishte një shkëmbim zjarri, po qëllohej një turm njerëzish me armë dhe kishte persona aty besimtar të kishës tonë në mes të atij shkëmbimi zjarri, dhe Perëndia i ruajti këta njerëz. I ruajti sepse Perëndia pati mëshirë për bijët e tij. Dhe kështu ka shumë dëshmi se si Perëndia ruan dhe mbron nga rreziqet ata që i njohin rrugët e tij, atë burr apo atë grua që kërkon Perëndin dhe Perëndia i mbron dhe i ndihmon, nuk i lë të vdesin, sa njerëz kanë vdekur kur është mbytur një anije dhe shpëton ai që beson në Zot. Ai e shpëton. Sa njerëz kanë qenë në zjarrvënjet, në zjarr dhe Perëndia shpëton besimtarët e tij, ata që e njohin Perëndin sepse luten dhe Perëndia i mbron. Janë shumë gjëra që ndodhin në jetë vazhdimisht. Njerëzit tregojnë, dëshmojnë mënyrën se si Perëndia i mbron bijët e tij nga të gjitha rreziqet që i kërcënojnë në jetë, nga gjithçka sepse kudo që ne shkojmë ka shumë rreziqe. Një herë një avion do të pësonte aksident, një person i kishës do të udhtonte dhe Zoti e sëmuri që të mos udhtonte. Përse? Sepse avioni do të pësonte aksident dhe për ta mbrojtur personin ai e sëmuri që të mos udhtonte. Dhe kështu po ashtu, për shembull, nuk e di nëse keni dëgjuar ndonjëherë atë që ndodhi në New York me kullat binjake, kur ndodhi ajo katastrofë, ta quajmë kështu, me avionët që u përplasën me kullat dhe aty punonin shumë vëllezër dhe motra të kishës tonë. Dhe atë ditë që ndodhi kjo ngjarje, vëllezërit dhe motrat u smurën dhe nuk mundën të shkonin në punë dhe Perëndia i ruajti, prandaj ne themi se ne nuk po i dëshirojmë të keqen askujt, por jemi realist, po themi se në katastrofa, qofshin ato natyrore apo të shkaktuara nga njeriu, në momentet e vështira, në momentet e rrezikshme, Perëndia ruan dhe mbron bijët e tij.
sepse ne kemi një streh. Por kur një person ecën pa Perëndin, ku të strehohet nuk ka, se ku është vetëm në botë, është vetëm në jetë. Asnjë qenie njerëzore nuk mund t'i zgjasë dorën, askush, vetëm Perëndia. Prandaj ne duhet të reflektojmë gjithmonë për të gjitha përfitimet që ne kemi kur ndjekim rrugën e Zotit. Ne kemi shumë përfitime. Prandaj vazhdojmë këtu dhe në vargun e fundit thuhet, këtu Zoti thot se secili do të marrë 100 fish më shumë dhe do të trashëgoj jetën e përjetshme kur ndjek Zotin, thot, por shumë të parë do të jenë të fundit dhe shumë të fundit do të jenë të parët. Duke dhënë të kuptuar Zoti se nuk është çështje kohe apo vitesh, por zemra, se si ju e keni zemrën tuaj përpara Perëndis, që po ashtu Perëndia t'ju bekoj, Perëndia t'ju dëgjoj dhe ju të ndjeni praninë e Perëndis në zemrën tuaj, në jetën tuaj, dhe ju të luteni dhe t'i kërkoni Perëndis për njerëzit tuaj të dashur, siç është familja juaj, dhe t'i kërkoni që Perëndia t'i bekoj të gjithë, që të mos jeni vetëm ju i vetmi që ta njoh këtë rrugë, por që e gjithë familja juaj të marrë pjesë gjithashtu te e njëjta gjë. Kështu që detyra jonë është ta duam Perëndin ton me gjithë zemrën ton dhe ta ndjekim atë. Të lexojmë Biblën, duhet të lexojmë Biblën një dhe shumë herë, sepse është një ushqim shpirtëror. Dhe kështu do të fillojmë me pyetjet në ditën e sotme. Mirdita të gjithë vëllezërit dhe motra, të shkënaqësi t'ju përshëndesim. Mirdita dhe mirë se vini Motor Maria Luisa. Jemi të gëzuar dhe të lumtur që jemi në këtë takim. Flas për veten time dhe për vëllezërit dhe motrat që vijnë nga Ishulli i Maltës. Jemi shumë të lumtur dhe vijmë me zemrat tona plot emocion në fluturim. Gjithashtu duam të falenderojmë motrën që lejoi vëllezër dhe motra të ndryshëm nga pjesë të ndryshme të Romës, Spanjës dhe Zvicrës të na vizitojnë çdo muaj. Ne filluam një vit më parë me kishën, 4 persona që takojnë së bashku dhe pak nga pak kemi parë se si ka ndryshuar kisha dhe si Zoti ka mbështetur të gjithë vëllezërit dhe motrat që jetojnë atje. Vëllezër dhe motra që na vizitojnë nga pjesë të ndryshme të botës, duke folur në gjuhë të ndryshme. Gjithashtu kemi parë vëllezër dhe motra nga Japonia që bashkohen me ne dhe adhurojnë me ne, dhe ka qenë e lavdishme dhe gjithashtu vepër e Perëndis. Ne kemi parë gjithashtu shumë ndryshime dhe motor si më të marrin përsipër ka shumë ndryshime, ka shumë përgjegjësi që ka ndodhur në kishë, sepse ajo është rritur në një mënyrë që ne nuk e prisnim kurrë. Dhe tani jemi rreth 40 persona që janë takuar dhe këto janë ndryshime sfiduese dhe të mëdha ndonjëherë, por ne nuk dim. Mirë, por mos u shqetësoni për këto ndryshime sepse është Perëndia ai që kujdeset që t'ju ndihmoj. Me kalimin e kohës, gjërat fillojnë të ndryshojnë, se cila ditë ka shqetësimet e saj. Prandaj, thjesht vazhdoni përpara, lexoni Biblën, lutuni dhe mësoni doktrinën dhe rritjen e jep Perëndia. Mos u shqetësoni për këtë. Perëndia është ai që kujdeset për çdo gjë. Po vlla, vazhdojmë. Mirë se vini në kishën e Romës, ishëm duke ju pritur me shumë zemër. Lavdia i qoftë Perëndis për praninë tuaj sot. Motor Maria Luisa, kam një pyetje nga Bibla që gjendet në librin e 2 të Mbretërve, kapitulli 12. Libri 2 të Mbretërve, kapitulli 12, vargu 4. Po, libri 2 të Mbretërve, 12:4, po. Joasi u tha priftërinjve, tër parat e gjërave të shenjtëruara që çohen në shtëpinë e Zotit, parat e vëna mënjan, parat e caktuara për shpengimin e vetes dhe tër parat që secili e ndjen në zemër t'ia çojë shtëpisë së Zotit, t'i marrin priftërinë, secili nga i njohuri i tij, dhe të ndreshin dëmtimet që ka pasur tempulli kudo që të ndodhen. Tani po kaloj në vargun 9. Pastaj prifti Jehojada mori një ark
hapi një vrim në kapakun e saj dhe e vendosi për bri altarit, në krahun e djathtë të atij që hyn në shtëpinë e Zotit. Priftërinë që ruanin hyrjen vendosën aty tërë paratë e sjella në shtëpinë e Zotit. Kur ata shihnin që në ark kishte shumë para, atëherë vinin sekretari mbreti dhe kryeprifti që i vinin paratë në qese dhe numëronin paratë e gjetura në shtëpinë e Zotit. Tani po kalojnë në vargun 15 që thotë: përveç kësaj, nuk u kërkohej asnjë llogari atyre që u ishin dorëzuar paratë, të cilat duhet t'u jepeshin zbatuesve të punimeve, sepse këta punonin me përpikmëri. Motër, ju na keni mësuar se që prej kohës së Adamit dhe Evës, Zoti e ka vënë në ndërgjegjen e njeriut dhënien e të dhjetës. E gjithashtu shohim në të parën e Korintasve që thotë se Perëndia ka vendosur në kishë mësues, profet, predikues, administrator, dhe ne mund të shohim motër se ju, që jeni udhëheqësja e kishës, dhe vëllai Cesar Moreno, i cili është administratori botror i kishës, ushtroni këtë përgjegjësi të madhe, këtë shërbes të madhe që Perëndia ju ka lejuar të administroni gjërat e Zotit. Dhe unë kam kërkuar në fjalor, dhe fjala administrim do të thotë të organizosh, të drejtosh, të shpërndash, të menaxhosh, të furnizosh, dhe ne mund të shohim me sy tanë gjithçka që ju bëni për kishën, sepse sot ne gëzojmë të kemi tempuj në pronësi të kishës, shohim vendet që merren me qera për të mbledhur çdo ditë, për të zhvilluar studimet biblike, udhëtimet që bëjnë predikuesit për të ungjillizuar, për të predikuar, për të kryer pagëzime, dhe të gjitha këto ka një kosto, sepse e dim që asgjë nga kjo nuk është falas, por ju gjithmonë jeni e kujdesshme për ne, sepse motoja që përdorni dhe ju gjithmonë thoni, motër, më e mira të bëhet për kishën, më e mira për vëllezrit. Dhe kështu ne mund të shohim dorën e Zotit nëpërmjet jush gjatë pandemisë, kur shumë kisha të tjera u mbyllën, sepse nuk mund të mbijetonin, por kisha jon është një kishë e suksesshme, një kishë e begat, një kishë e bekuar, lavdi Zotit. Kisha mbahet dhe tashmë na është bërë zakon të shohim inaugurimet të tempujve në pronësi të kishës. Gjithashtu shohim motër edhe me fondacionin se si menaxhohen dhe shpërndahen shumë ndihma për të gjithë njerëzit në nevojë. Pra edhe aty shohim dorën e Zotit që vepron në aspektin administrativ. Dhe këtu motër unë kam 2 pyetje dhe një kërkesë. Pyetja e parë motër është se duke nisur nga ky lexim që pam, ku në arku bë një vrim dhe aty depozitoheshin paratë, a është nga kjo që ka lindur mënyra se si ne japim të dhjetën sot? Dhe pyetja ime e dytë është, pasi kisha ndodhet në vende të ndryshme, në pika të ndryshme të botës, ku ka vëllezër që marrin pjesë dhe i shërbejnë Zotit nga ana administrative. Prandaj nëse mundeni motër, ju lutem na shpjegoni rreth kësaj dhuntie për të administruar gjërat e Zotit. Dhe gjithashtu motër, nëse mund të ndani me ne disa përvoja, sepse imagjinoj që ju keni parë dorën e Zotit ashtu si në kohët e lashta kur ai shumëfishonte bukët dhe peshqit. Ju me siguri e keni parë dorën e Zotit në këtë pjesë administrative që e mbështet, motër. Zot ju bekoft shumë. Faleminderit, mirë. Mbaj mend se që në fillim, kur kisha filloi, kishte në qytetet të tjera, atje në Kolumbi, duke folur për Kolumbin, përveç Bogotas, kryeqytetit, kishte qytetet të tjera si Armenia, Cali, Manizales, ku tani më kisha kishte filluar, dhe kur filloi kisha atëherë parat që hynin në çdo kish i administronte çdo pastor, çdo predikues i administronte. Atëherë mbaj mend që vllai Luis Moreno, bashkëshorti im, njëherë po luteshim dhe fryma e shenjtë i dha një urdhër atij dhe i tha të mos e bënte këtë, të mos lejonte që çdo pastor të administronte parat sipas dëshirës së vet. Le ta themi kështu, ndoshta është një mënyrë jo e duhur e të thënurit, të themi sipas mënyrës së vet. Dhe
Fryma e shenjtë i thoshte se jo, se paratë e kishës duhet të kalonin nga lideri shpirtëror. Paratë e kishës duhet të kalojnë nga lideri udhëheqësi shpirtëror dhe ai apo ajo duhet t'i shpërndaj sipas nevojave. Këto ishin fjalët e frymës së shenjtë atëherë kur ai na mësoi këtë dhe për këtë arsye u centralizua kisha. Sepse në të kaluarën, ose nëse ne shohim për shembull kishat ungjillore, çdo kish pastori është pronari kishës së tij. Pastori është pronari i atyre 50 apo 40 besimtarëve, sado që të jenë, ai është pronari i asaj kishe dhe ka shumë kisha ungjillore dhe të gjitha janë kështu, si të pavarura. Në pjesën e administrimit çdo kish është e pavarur dhe secila ka pronarin e saj që është pastori, pronari. Dhe Zoti, fryma e shenjtë na mësoi se kjo nuk duhet ishte kështu, por që udhëheqësi, lideri shpirtëror duhet të administronte paratë. Për këtë arsye kisha është e centralizuar në këtë aspekt. Megjithatë, kisha kontrollohet nga qeveria e çdo vendi. Qeveritë e çdo vendi kontrollojnë kishën dhe i kontrollojnë edhe paratë. Qeveritë sipas ligjeve dhe rregulloreve të tyre. Pra, kjo është ajo që ndodh. Për këtë arsye ndonjëherë ka disa vende ku qeveria nuk lejon që t'u jepë ndihmë njerëzve. Dhe paratë mund të jenë aty, por qeveria nuk lejon që të ndihmohet një person, kështu që aty ajo që mbetet është të presim që një ditë ligjet rregullore të ndryshojnë, nuk e di se çfarë do të ndodh, por në vendet ku nuk lejohet t'u jepet ndihmë njerëzve, paratë shkojnë ekskluzivisht për të bler tempujt, për të bler ambiente për mbledhjet e kishës. Shtetet të tjera janë më fleksibël dhe lejojnë, atëherë njerëzit ndihmohen shumë. Duke qenë se ka disa vende që e lejojnë këtë, atëherë ndihmohen njerëzit, shumë persona ndihmohen, për shembull, personat me të ardhura të ulta që fëmijët e tyre të studiojnë, atëherë kisha i ndihmon me studimet. Kjo është gjë shumë e bukur si punë. Gjithashtu është edhe puna e fondacionit ton, ku kisha e ndihmon fondacionin që përmes fondacionit ton të mund të ndihmohen njerëzit, sepse gjithçka duhet të bëhet sipas rregulloreve të çdo vendi. Dhe duke qenë se kisha tani më është e formuar në sa vende me dokumenta, 60, me dokumentacion të rregullt në 60 shtete është kisha, atëherë themi që është e centralizuar, por në pjesën administrative, në pjesën e administrimit, por çdo vend ka ligjet e tij dhe kisha duhet u nështrohet ligjeve të atij vendi. Megjithatë, po ata kanë lejuar gjithashtu që ne të jemi aty duke kontrolluar, duke mbikëqyrur, duke organizuar që në këtë mënyrë Perëndia të jap mbështetjen e tij, sepse siç thot vllai, është mbështetja e Perëndisë. Perëndia është ai që mbështet dhe ne shohim se gjatë pandemisë që u mbyllën të gjitha kishat, të gjitha institucionet, ndërmarrjet, bizneset, ju ishit dëshmitar ku restorantet, magazinat, dyqanet, gjithçka u mbyll dhe shumë prej tyre falimentuan për shkak të mbylljes dhe megjithatë Perëndia neve na përkrahu. Dhe ne vazhduam të ecnim përpara fal Zotit sepse kjo është mbështetje e pastër e Perëndisë. Kur kisha del nga mbështetja e Perëndisë, atëherë bëhet si çdo kish tjetër e pavarur dhe pa asgjë. Kështu që prandaj ne i kërkojmë Perëndisë se duke qenë se tani ne njohim rregullat, njohim ato që Perëndia na ka urdhëruar, të përpiqemi të bëjmë gjërat mirë dhe dëshirojmë dhe u mësojmë atyre që na ndjekin, atyre që do të na zvendsojnë, që të vazhdojnë të bëjnë gjërat me drejtësi, me sinqeritet, me ndershmëri në mënyrë që Perëndia të vazhdojë të na mbështesë dhe kisha të vazhdojë të rritet në botë. Pra, është në këtë formë, në këtë mënyrë. Mirë, vazhdojmë këtu. U larguam pak nga temat e doktrinës, por gjithçka është e rëndësishme. Pyetjet e njerëzve. Vazhdojmë.
Grazie per aver risposto all'invito di Dio di fare questo bellissimo gruppo di cristiani. Faleminderit shumë Motër që përgjigje ftesës së Zotit për të formuar këtë grup të krishterë. Vorrei fare una domanda. Se una persona ci fa del male, ci fa soffrire, per esempio una persona furba, che il furbo è diverso dalla persona intelligente, ci fa fare cose che noi neanche ce ne accorgiamo, insomma ci fa del male, una persona ci fa del male. Io la perdono questa persona, ma sono obbligata a frequentarla perché io ho paura che frequentandola mi fa soffrire un'altra volta e preferisco non frequentarla. Pyetja ime është nëse dikush në ndalon dhe unë e fal, jam e detyruar të kaloj kohë me këtë person, sepse kam frikë se nëse kaloj kohë me atë person, do të lëndohem. Ju duhet të largoheni. Mos mbani mëri, urrejtje, asgjë, thjesht e falni personin dhe largoheni. Mos u shoqëroni me të për të shmangur problemet apo vështirësitë më tutje. Perché tutto quello che noi desideriamo sapere c'è nel Vangelo. Gesù incominciò a predicare a Nazareth, che era il suo paese, però i suoi paesani lo volevano ammazzare, buttare da un burrone. Gesù ha capito questo e se n'è andato e non è più tornato a Nazareth. Allora io seguo il suo esempio. Sepse Jezusi filloi të predikonte në Nazaret, por pastaj ai iku sepse nuk e donin atje, kështu që unë ndjek shembullin e tij. Le të themi ju ndiqni shembullin e të larguarit nga ku, nga një qytet apo thjesht nga një person. Po, mirë, nëse ju mendoni se duke u larguar nga ai person që ju shkakton probleme dhe vështirësi është më mirë të qëndrosh larg, po pa mbajtur mëri, pa mbajtur urrejtje dhe asgjë kundrejt personit, as të mos i dëshirosh të keqen dhe në këtë mënyrë Perëndia na bekon. Vazhdojmë, po vëlla. Mirëmbrëma Motër, Zoti ju bekoft, pyetja ime është personale. Duke lexuar Biblën dhe librin e eksperiencave, më lindi pyetja se si duhet të sillemi, ose më mirë të themi, si duhet jetë rrugëtimi që duhet të ndjek një apostull. Pasi kemi parë se si apostujt Paul, Pjetër dhe juve Motër jeni përballur me vështirësi të ndryshme përgjatë jetës dhe i keni kaluar të gjitha. Unë e di që është hiri dhe ndihma e Zotit, por si një njeri dhe si ju apo Pjetri dhe Pali, këta ikona të mëdhenj të kishës, arritën të i kalojnë të gjitha këto, pasi për një njeri si unë, ju jeni një shembull që unë dua të ndjek dhe besoj se për të gjithë të pranishmit këtu, dhe unë dua të ndjek hapat tuaj, pikërisht ashtu, dhe dua një udhëzim se si të arrij të bëhem ai person për të cilin Perëndia të më shikojë dhe të thotë, jam i kënaqur me të. Të jemi të fortë, konstant. Duhet të vazhdojmë të ecim përpara duke qëndruar të fortë, jemi konstant, të lexojmë Biblën, të kujdesemi shumë për jetën shpirtërore, të kujdesemi për të mësuar doktrinën, për të përmbushur urdhërimet e Zotit, për të bërë vullnetin e Perëndisë, të kërkojmë Perëndisë dhuntit, të bëjmë çdo gjë, të përpiqemi për të marrë të gjitha këto gjëra, por në mënyrë konstante, të vazhdueshme, dhe në këtë mënyrë Perëndia do t'ju shikojë ju për t'ju bekuar dhe për t'ju dhënë për vazhdoni ecni përpara, jini konstant dhe do ta shihni se në momentin që më pak e prisni, Perëndia do t'ju befasojë me gjërat shpirtërore. Mirë, vazhdojmë. Po vëlla. Salve, che Dio la benedica, signora. Ho una domanda lì personale. Mirëdita Motër Maria Luisa, Zoti ju bekoft. Ho una domanda che è personale. Kam një pyetje personale. Vorrei sapere come liberare il cuore dal male che mi è stato fatto da altri in passato. Doja të dija Motër si mundem unë për të çliruar zemrën time nga e keqja që më kanë bërë të tjerët nga e kaluara.
è come incominciare a stare bene sia con Dio che con la mia famiglia. Dhe si të filloj të jem mirë me Zotin se sa me familjen time. Grazie. Faleminderit motër. Perëndia është ai që do të kujdeset që t'ju fshi dhe t'ju heq të gjitha ato trauma, ta themi kështu, që djalli ka vendosur në jetën tuaj nëpërmjet njerëzve, qofshin familjar, qofshin miq, cili do qoftë jeta që ju keni jetuar dhe që ju ka lënë shenjë. Mos u shqetësoni sepse Perëndia do të kujdeset të fshi të gjitha këto dhe t'ju heq nga qenia juaj dhe ju do t'jeni një person plotësisht i çliruar dhe do të keni lumturi dhe do të keni paqe. Perëndia do t'ju jap këtë. Faleminderit motër. Mirë, vazhdojmë. Motër Maria Luisa, mirëmbrëma, mirë se erdhët në Rom, Itali. Po ju prisnin prej shumë kohësh, motër. Faleminderit, pasi ju keni ndryshuar jetën e shumë njerëzve, duke përfshirë edhe timen. A mund t'ju bëj një pyetje nga Bibla, motër? Po, motër. Në librin e Jeremias, kapitulli 9, vargu 3 dhe 4. Do doja të dija nëse kjo që shkruar këtu vazhdon të jetohet edhe sot e kësaj dite. Jeremia 9? Po, 3 dhe 4. Në Jeremia kapitulli 9, vargu 3 dhe 4. Po. Vargu 3. Zgjasin gjuhën e tyre sikur të ishte harku i tyre për të lëshuar gënjeshtra. Në vend janë të fortë, por jo për shkak të së vërtetës, sepse shkojnë nga një e keqe në tjetrën dhe nuk më njohin mua, thot Zoti. Vargu 4. Të ruhet secili nga fqinji i tij dhe mos i keni besim çdo vëllai, sepse çdo vëlla nuk bën gjë tjetër vetëse mashtron dhe çdo fqinj përhap shpifje. Kjo ndodhi dhe në atë kohë ishte ajo që po i ndodhte popullit e Izraelit. Populli i Izraelit do të ndëshkohej dhe Perëndia tani më kishte përgatitur ndëshkimin për Jeruzalemin, për gjithë Juden dhe për gjithë qytetin e Jeruzalemit, sepse kishte hipokrezi, pa besim nga ana e tyre që nuk e kërkonin Perëndin, jetonin plotësisht në mëkat dhe ishte kaq e madhe ligësia dhe mëkati, sa që nuk kishte as sinqeritet mes tyre, mes miqve, mes vëllezërve të popullit të Izraelit, dhe Zoti thotë se ishte aq i madh ndëshkimi sa që ai do të vendoste edhe armiq brenda të njëjtës familje, si ndëshkim. Kjo është ajo që Perëndia po u thoshte këtu përmes Jeremias. Dhe Zoti thotë se ata do të jetonin këto situata të vështira për shkak të luftës, por po ashtu edhe mes vet popullit, aq sa kur ishin në luftë, Jeruzalemi u rrethua. Historia tregon se ata hanin fëmijët e tyre sepse nuk kishin ushqim dhe hanin fëmijët. Pra, ishte diçka shumë fatale ajo që i ndodhi këtij populli dhe Zoti u thoshte se megjithatë në të ardhmen ai do të dërgonte Zotin Jezu Krisht, do ta dërgonte që ai me të vërtetë të sillte paqen e vërtet për qenie njerëzore. Sepse populli i Izraelit kur nuk pati paqe sepse ata ishin të pabindur dhe gjithmonë gabuan para Perëndisë. Kur të vinte Zoti Jezu Krisht, ai po do të sillte paqe në zemrën e njeriut dhe kjo është ajo që ne sot po përjetojmë, po gëzojmë dhe po predikojmë këtë. Predikojmë paqen që Perëndia na e jep në zemrat tona, ku ne mund të jetojmë në harmoni, mund të jemi të sinqert me njëri tjetrin, të përulur, të thjesht, të mëshirshëm dhe kemi Perëndin ton që na jep lumturinë dhe paqen po ashtu. Pra ishte një krahasim midis asaj që ata jetuan dhe asaj që ne sot po jetojmë me Krishtin Jezus. Dhe ne do të vazhdojmë të ecim përpara. Po motër, vazhdoni. Buon pomeriggio, sorella Maria Luisa, e Dio ti benedica. Sei la benvenuto in Italia. Mirëditë motër Maria Luisa, mirë se erdhe këtu në Itali, Zoti ju bekoft. Sorella Maria Luisa, io sono d'origine
africana, precisamente Uganda. Motra prezantohet duke thënë se vjen nga Uganda dhe është me origjinë afrikane. Sorella Maria Luisa, lì ci sono i fratelli che aspettano che si apri la chiesa, ti inviano i saluti. Motra përmend se atje ka vëllezër që i dërgojnë përshëndetje dhe se ata shpresojnë që kisha të hapet në atë vend. Sorella Maria Luisa, per favore, ci puoi insegnare o consigliare come possiamo applicare il metodo della pillola del giorno dopo? Motër Maria Luisa, të lutem, mund na mësoni si të aplikojmë metodën e pilulës së mëngjesit tjetër, pra që parandalon shtatzanin. Unë tani nuk kam më mosh për këto gjëra moderne. T'ju them se si funksionon apo... Sorella Maria Luisa, faccio questa domanda perché ci sono tante persone che ci fanno questa domanda come cristiane, se possiamo applicarlo o no. Io ho fatto una piccola ricerca però. Motra dëshiron ta bëj këtë pyetje sepse thonë se ndoshta nga pikpamja e krishterë nuk dihet nëse mund të zbatohet apo jo. Edhe ajo bëri një kërkim të vogël. E nella mia ricerca ho letto che la pillola del giorno dopo proviene la gravidanza solo se l'ovulazione non è avvenuta. Kjo metodë ka efekt nëse vetëm kjo shtatzani është krijuar. Mirë, motra pyet nëse kjo i pëlqen apo jo Perëndis. Dhe kjo është e vetmja pyetje apo ka edhe ndonjë pyetje tjetër? Solo questo, sorella. Po, vetëm këtë pyetje, motër. Mirë, nga përvojat, eksperiencat që kemi pasur gjatë këtyre gati 60 viteve që kur ka filluar kisha, fryma e shenjtë kur nuk e ka bërë ndonjë qortim, refuzim apo ndalim asnjë gruaje lidhur me këtë. Asnjëherë nuk e ka ndaluar këtë dhe ne gjithmonë kemi jetuar dhe fryma e shenjtë është ai që na mëson si të jetojmë, si të menaxhojmë gjërat, si të bëjmë gjërat, dhe fryma e shenjtë gjithmonë ka refuzuar faktin që gratë të shkojnë të bëjnë aborte të provokuara. Kur shkojnë të abortojnë me qëllim, në këtë rast po fryma e shenjtë i ka ndaluar shumë gra që të mos e bëjnë këtë, por sa i përket planifikimit familjar, kështu quhet apo jo, planifikim familjar, fryma e shenjtë kur nuk i ka thënë ndonjë gruaje se kjo është gjë e keqe. Ndërsa për abortin po shumë gra që donin të abortonin, fryma e shenjtë u andalonte dhe disa që kishin bërë abort, kur erdhe në kish, fryma e shenjtë u thoshte, ti nuk deshe ta kisha atë fëmijë dhe e abortove, ai fëmijë të la një sëmundje në bark, u thoshte Zoti. Pra kjo po ka ndodhur, por sa i përket pilulave të shtatzanis, fryma e shenjtë kur nuk ka thënë asgjë rreth kësaj, dhe duke qenë se ne nuk kemi shkencëtar, dhe shkencëtarët thonë kaq shumë gjëra, disa thonë një gjë, të tjerët thonë diçka tjetër, kështu që unë mendoj se jeta është në duart e Perëndis dhe kujt Perëndia dëshiron t'ja jap jetën, ai ja jep me pilulë apo pa pilulë. Po. Vazhdoj me një pyetje tjetër. Mirëmbrëma motër, është një nder për mua, një privilegj të jam përballë shërbëtores së dashur të Perëndis. Motër, kam një pyetje nga Bibla nëse mundem. Po motër. Në librin e parë të Samuelit, kapitulli 8, vargu 7, 8 dhe 9. Dhe Zoti tha Samuelit, dëgjoj zërin e popullit për të gjitha ato që të thotë, sepse ata nuk të kanë hedhur poshtë ty, por kanë hedhur poshtë mua, me qëllim që unë të mos mbretëroj mbi ta. Sillen me ty ashtu siç kanë bërë gjithnjë nga dita që i nxora nga Egjipti e deri më sot. Më kanë braktisur për të shërbyer perëndive të tjera. Tani pra, dëgjoj kërkesën e tyre, por lajmëroj solemnisht dhe shpallju të drejtat e mbretit që të sundojnë mbi ta. Motër,
Pyetja ime është mbështetur në këto vargje, duke qenë se momentalisht shumë vende kanë zgjedhur qeveritarë që janë shprehur publikisht kundër rrugëve të Zotit dhe madje dhe kanë blasfemuar haptasi kundër tij. Motër, ai mallkim që ata kanë marrë, mund të thuhet se është një mallkim i përgjithshëm që bie edhe mbi popullin, kombin ose shtetin e tyre, dhe në këtë mund të gjejmë dhe kuptojmë vlerën dhe rëndësinë kryesore të partisë politike mira. Ajo që i ndodhi popullit Izraelit në atë kohë, kur ata donin të kishin mbret, dhe në atë kohë të gjithë popujt qeveriseshin nga mbretrit. Dhe populli i Izraelit ata nuk kishin mbret, sepse fillimisht ishte Mojsiu dhe më pas Jozeu. Pas Jozeut Perëndia vendosi gjyqtarët për t'i qeverisur, por populli i Izraelit donte të imitonte popujt e tjerë që kishin mbretër, pse ata nuk kishin mbretër të tjerët po, dhe prandaj Perëndia po thot unë dua t'i e mbret për ta, por ata nuk duan më përbuzin. Atëherë Perëndia u zemrua dhe tha, mirë, do t'u vendos një mbret dhe ky mbret do t'ju skllavëroj, do t'ju poshtroj, dhe kështu ndodhi në kohën e mbretërve në popullin e Izraelit. Kjo ndodhi në atë kohë. Megjithatë, çdo shtet apo çdo qytet, çdo popull duhet të ketë një qeveri, sepse nëse nuk do të kishte një qeveri, nuk do të kishte rend apo rregull as organizim. Do të ishin, sepse ne shohim se madje edhe kafshët kanë udhëheqësin e tyre, rregullat e tyre, gjërat e tyre që ata bëjnë, të cilat i japin shembull qenieve njerëzore. Pra pjesa e qeverive është diçka normale, natyrale që Perëndia vendosi në botë, në tokë. Për shembull, në rastin e partisë politike mira, Perëndia dëshiron të vendos një grup njerëzish që të jenë të ndershëm, që të punojnë me ndershmëri, me dashuri, me drejtësi dhe t'u japin shembull të tjerëve. Kjo nuk është që ata të marrin vendin e parë apo të marrin çmimin, por që të japin shembull të mirë që njerëzit e tjerë që nuk e njohin Perëndin, që nuk kanë parë ndershmëri dhe integritet, që nuk dinë asgjë nga këto gjëra, të mësojnë. Për këtë arsye Perëndia vendosi partinë politike mira atje në Kolumbi si shembull. Ju duhet të jeni shembull ashtu sikur Zoti u thoshte apostujve, u thoshte ju duhet të jeni dritë që ndriçon në errësirë. Ju ndriçoni, jepni shembull të mirë, dëshmi të mirë dhe do të shihni se si shumë njerëz do të vinë. Kjo ishte ajo që Zoti ka dashur për njerëzit e mirës, prandaj të gjithë njerëzve që afrohen te mira u ngulitet fakti që duhet të kenë frikë nga Perëndia dhe se duhet të jenë të ndershëm, të bëjnë gjithçka me dashuri, me përzemërsi dhe të duan komunitetin, të duan njerëzit, të bëjnë punën e tyre mirë. Kjo është ajo që Perëndia do lidhur me këtë, por kjo është normale që qeverit të ekzistojnë, sepse në të kundërt do të kishte mungesë organizimi dhe siç shohim, ka shumë në botë, ka shumë qeveri që njerëzit nuk i duan apo që i duan, ky është i keq, ai është i mirë. Mirë, kjo është ajo që njerëzit mendojnë se duhet jetë. Ne besojmë në Perëndi, i kërkojmë Perëndis, duke qenë se jetojmë në vende të ndryshme, i kërkojmë që të ndihmoj edhe qeveritarët po ashtu. Pra ne duhet të lutemi për qeveritarët. Kjo është ajo që duhet të bëjmë, t'i kërkojmë Perëndis që të na ndihmoj, sepse nëse qeveritarët janë të këqij dhe i bëjnë gjëra të keq, ne vuajmë. Kështu që i kërkojmë Perëndis për qeveritarët që Perëndia të mos lejojë që gjërat të shkojnë në ekstrem, por që çdo gjë të funksionojë normalisht. Të besojmë dhe i kërkojmë Perëndis. Motër, ju thoni se keni një pyetje tjetër? Më lejoni të sqaroj pak lidhur me atë që po flisni më parë, lidhur me planifikimin familjar? Doja t'ju thoja se në Zot, në jetën tonë shpirtërore, për të shmangur të gjitha këto gjëra, nëse janë të këqija apo të mira, nëse i bën mirë shëndetit apo jo, për të shmangur të gjitha këto, ne u bindemi urdhërimeve të Perëndis. Dhe dini cilit urdhërim? Urdhërimi i Zotit thot të mos kurvërosh. Zoti thot nuk duhet të kurvëroni,
se cili të ketë partnerin e vet, të jetoj me partnerin e vet, por të mos kurvëroj, të jeni këtu dhe atje, dhe të duhet t'ju nështroheni të gjitha këtyre gjërave. Kështu që unë mendoj se kjo është ajo që na mëson Perëndia. Prandaj në kish këshillohet që të mos ekzistojnë lidhjet romantike, sepse lidhjet romantike janë pra kurvëri, dhe pas kurvërimit vinë medikamentet, drograt, të gjitha këto, dhe djalli shfrytëzon rastin dhe i merr njerëzit për t'u bërë keq, për t'u bërë dëm, për t'u shkaktuar vuajtje në të gjitha aspektet. Nëse ne i bindemi Zotit, në gjërat që ai na thot, nuk do të ketë nevojë të bëjmë kaq shumë gjëra. Pra lidhur me këtë të jemi të ditur, në këto gjëra të jemi të ditur. Mirë, vazhdoj më tej. Po vlla. Mirdita Motër Maria Luisa, ju dërgoj përshëndetje juve dhe gjithë shoqëruesve tuaj. Doja t'ju bëj një pyetje në lidhje me Biblën në zbulesën e 2, vargu i 15. Te zbulesa? Zbulesa 2, vargu i 15. Po vlla. Dhe thot, kështu ti ke edhe disa që mbajnë mësimin e Nikolaitëve, të cilën gjë e urej. Dhe pyetja ime është, motër, cila është doktrina e Nikolaitëve, sepse Zoti thot se i uren ata. Mirë, për Nikolaitët nuk thuhen shumë gjëra në histori. Historia nuk tregon shumë se çfarë ndodhi, por sipas këtij vargu, duket se ishte një fis apo një popull që kishin zakonet e tyre fetare, kishin krijuar besimin e tyre fetar, dhe këtu në mesazhin për Pergamin, kur thuhet engjëlli të kishës duke folur për pastorin apo predikuesin e kishës së Pergamit, dhe i thotë se gjithçka është shumë mirë dhe Zoti është i kënaqur me të, me punën e tij, por e vetmja gjë thotë se atje në vendin ku ai predikon banon Satani, froni i Satanit. Si të jetë kjo vallë? Dhe gjithashtu thotë se ajo me të cilën Perëndia nuk është dakord me këtë predikues është sepse ai mban mësimin e Balamit. Balami ishte një fallxhor, dhe duket se ai në kishën e tij lejonte, pranonte ose toleronte njerëzit që merreshin me hedhje falli, dhe po ashtu pjesa e Nikolaitëve, që ishte një fis që kishte besimin e tyre fetar, idhujtar me shumë mundësi, sepse njerëzit ishin shumë idhujtar. Pra kjo mund të ketë qenë që ai linte aty, i toleronte, nuk u andalonte, por i pranonte. Prandaj Zoti i thot, jo, ti mos i tolero, mësoj ata, korrigjoj, sepse po e bën punën tënde shumë mirë, por nuk jam dakord me atë që bën me këta njerëz, që i toleron, që u lejon, që u toleron mëkatin. Kjo është pra. Mirë, vazhdojmë atëherë. Mirëmbrëma motër, mirë se erdhët në Rom. Është një premtim i përmbushur i Perëndis se do të isha përballë jush për t'ju bërë një pyetje nga Bibla. Gjendet në librin e Jakobit në kapitullin 2. Kapitulli 2, vargu 14. Po, Jakobi 2:14. Mund të lexoj, motër? Po, motër, po. Çdo bika, vëllezër të mi, nëse dikush thot se ka besim, por nuk ka vepra, a mund të shpëtojë atë besimi? Motër Maria Luisa, unë kam kuptuar nga ajo që ju na mësoni se në këto vargje me vepra i referohet ligjit të Mojsiut. Por sot e kësaj dite ka shumë njerëz që i keq kuptojnë këto vargje, e thonë se janë të shpëtuar pasi kryejnë vepra. Por ata nuk kanë kuptuar që besimi është ungjilli dhe shtohet nga Zoti. Faleminderit motër për përgjigjen, dhe Zoti të vazhdoj t'ju bekoj dhe ju dhënë shumë vite jetë që të vazhdoni të na mësoni ungjillin e mrekullueshëm të Zotit. Faleminderit motër. Faleminderit motër. Këtu po flitet për veprat që do të thotë të veprosh. Veprat nuk janë vetëm veprat e Mojsiut. Mirë, nëse njerëzit thonë se janë veprat e Mojsiut,
Mirë, le ta pranojmë që janë veprat e Mojsiut, cilat janë veprat kur Zoti Jezus i tha të riut, përmbush ose ruaj urdhërimet e mia. Urdhërimet janë veprat. Mos kurvëro, mos vrit, mos vidh, mos i bëj keq askujt, këto janë veprat. Janë këto veprimet. Njerëzit mund të thonë, unë po besoj. Unë besoj. Njerëzit thonë, besoj në Zot, po, unë besoj. Por, kur vërojnë, shkelin kurorën, përdhunojnë, kryejnë vjedhje, kryejnë mashtrime, bëjnë të gjitha këto gjëra, atëherë për çfarë u shërben të thonë se kanë besim dhe se besojnë te Perëndia? Kanë besim, besojmë te Perëndia, por nuk bëjnë veprat, nuk veprojnë. Ky është kuptimi i vargut, që duhet kesh besim dhe të bësh veprat. Të kesh besim do thotë të besosh te Perëndia, por unë njëkohësisht duhet të ndryshoj dhe të ndaloj së bëri të keqen dhe të bëj gjëra të mira. Ky është kuptimi i këtij vargu. Pra qoftë ligji i Mojsiut ose jo, sepse në ligjin e Mojsiut urdhërimet ishin mos shkel kurorën, mos bëj këtë, mos bëj atë gjën tjetër, mos kurvëro. Pra njerëzit vetëm me faktin që besojnë në Zot mendonin se ishte kjo e mjaftueshme. Thonë se besojnë në Zot por vazhdojnë të mëkatojnë. Pra besojnë, por nuk kanë vepra. Dhe njerëzit që ndryshojnë, ata që largohen nga e keqa, thonë, besoj dhe gjithashtu kam vepra, sepse po veproj, po i bëj gjërat mirë, përmbush urdhërimet e Zotit. Pra i kam të dyja gjërat, besoj në Zot dhe përmbush urdhërimet e Tij, bëj veprat. Mirë, le të jetë e qartë kjo. Pyetja e fundit për sot. Intanto grazie a tutti, grazie a Maria Luisa e grazie alle persone che mi hanno fatto conoscere questa Chiesa di Dio. Faleminderit shumë të gjithëve, faleminderit Motër Maria Luisës dhe faleminderit të gjithë njerëzve që më kanë lejuar të vizitoj kishën e Zotit. Volevo ricordare le ulteriori morti, 170 persone a Gaza, che si uniscono ai 30.000 che sono già morti, purtroppo, e quindi per questo sono molto triste. Jam shumë e trishtuar për të gjitha vdekjet që kanë ndodhur në luftën që ndodhet në Gazë dhe në kohët e fundit që janë rreth 30.000 persone që kanë vdekur. Poi volevo raccontare un sogno di stanotte. C'era una grande stanza piena di armadi con tantissimi vestiti pesanti, obsoleti, e io cercavo, vedendoli così globalmente, sembrava che non c'era niente che potesse andare bene. Dopodiché, guardando bene in questi armadi accalcati di abiti, sono riuscita a tirare fuori qualche abito che poteva andare bene. Brëm pash një ëndër ku isha një dhomë plot me shumë dollap, ku kishte shumë gjëra dhe gjeta diçka që ishte vërtet e mirë për mua. Quindi chiedevo a Maria Luisa un pensiero per quanto riguarda la prima cosa che ho detto e un'interpretazione di questo sogno. Grazie. Atëherë doja të pyesja Motër Maria Luisën diçka që lidhet me pjesën e parë që ju tregova për luftën në Gazë dhe gjithashtu me interpretimin e kësaj ëndër që tregova në pjesën e dytë. Mirë, Motër, mos u shqetësoni për interpretimin e ëndrës. Lutjuni Perëndis që t'ju zbuloj, që t'ju tregoj, sepse ka shumë ëndra, ekzistojnë shumë ëndra, njerëzit shikojnë ëndra, por jo çdo gjë duhet të ketë një interpretim. Kur ju të keni ndonjë ëndër që ju duket e pakëndshme, që nuk ju pëlqen, ju duhet të luteni dhe t'i kërkoni Perëndis që të largoj çdo rrezik, çdo të keqe nga ju, rreth jush. Sa i përket luftës, po është shumë e dhimbshme
trishtohemi kur shohim vuajtjet, por gjithashtu unë mendoj, unë them me vete nëse kisha e Zotit do të ishte atje, nëse një grup vëllezërish do të jetonte atje, unë mendoj se Zoti do të ndihmonte, sepse ashtu si ndodhi me Lotin, kur Zoti tha do të shkatroj Sodomën dhe Gomorën, dhe Zoti nxori ata që ishin të drejtë, i nxori nga aty, sepse kjo është ajo që i duhet botës. Botës, njerëzit duhet të besojnë dhe të ndjekin rrugën e Perëndisë. Nëse njerëzit do të besonin te Perëndia i vërtet dhe do ta ndiqnin atë, unë mendoj se të gjitha këto luftra nuk do të bëheshin, nuk do të ndodhnin. Prandaj ne duhet i lutemi Zotit, t'i kërkojmë Zotit që Zoti të lejojë që kisha e tij të arrijë të gjitha këto vende, që njerëzit të kenë paqe në të gjitha aspektet, në të gjitha kuptimet, të kenë paqe, që njerëzit të njohin Perëndin dhe të kenë paqe. Duhet të lutemi dhe të kërkojmë Perëndisë që të ketë mëshirë dhe që njerëzit ta njohin Perëndin, që njerëzit të kujtohen për Perëndin dhe Perëndia do t'i ruaj, do t'i mbrojë. Kjo është e vetmja gjë që duhet të bëjmë. Shumë faleminderit, po motër. Motër, mirë se erdhe në kishën e Romës, ju dua në Zot. Mirë se keni ardhur ju dhe të gjithë shoqëruesit tuaj. Kam një pyetje nëse ju do më lejoni. Gjendet në librin Po motër. E Gjonit, kapitulli 2, vargu 17. Po, lexoni. Kështu, dishepujve të tij i kujtohej se ishte shkruar: Zelli shtëpisë sate më ka përpir. Pyetja ime është se si mund ta kujdesim kishën pa u vendosur në pozitën e akuzuesit, sepse ndonjëherë nuk dim si të veprojmë, nëse duhet të flasim apo jo, pasi mund të duket sikur po akuzojmë ndonjë vëlla të kishës. Dhe Po motër, e kuptoj se çfarë doni të pyesni. Çështja nuk është të akuzosh, çështja është të qortosh, të korrigjosh, të mësosh me njëherë kur personi bën gabimin. I bëhet një qortim, një tërheqje vëmendjeje me shumë edukat, me maturi, me urtësi. Kështu mund ta bëj pastori. Pra, nëse ju keni parë diçka të keqe tek pastori, atëherë ju e korrigjoni, thoni: "Vëlla, ju pse thoni këtë? Pse that këtë? Ose pse po e bëni këtë? Mua kjo më duket se është e gabuar, Perëndis nuk i pëlqen. Kjo është ajo që duhet të bëni. Jo të akuzoni, sepse kjo kthehet në thash e them. Nëse unë filloj të akuzoj dhe të shkruaj dhe të dërgoj ankesat, atëherë kthehet në thash e them dhe askush nuk do ta marr parasysh. Ju thjesht korrigjoni kushdo qoftë, një besimtar cili do qoftë, me shumë edukat, me maturi, thoni: "Më fal për këtë që do t'ju them, mos ma merrni për keq, por mendoj se duhet t'ju a them, dëgjova që ju thatë këtë, pash që ju bët këtë apo atë gjë, dhe kjo është shumë e gabuar, më duket se në kish nuk na mësojnë këtë, në kish gjërat na i mësojnë ndryshe. Kështu që unë mendoj se duhen bërë gjërat në këtë mënyrë." Kjo pra motër, kjo është ajo që duhet të bëni. Duhet t'i flasim personit, cili do qoftë, bëhet një tërheqje vëmendjeje, por jo me të shara, jo me ashpërsi, me mirësjellje, me durim, me respekt, me edukat. Ja themi personit, nëse personi e pranon, nëse nuk e pranon, por unë e di në ndërgjegje që e korrigjova. Përse? Sepse unë pash që duhet të mbroja kishën, duhet të mbroj kishën, duhet të mbroj doktrinën, duhet të mbroj gjërat e Zotit. Prandaj unë duhet t'i flas personit. Dhe kjo është ajo që duhet të bëjmë. Mirë, vëllezër, do të lutemi vëllezër dhe motra dhe do t'i kërkojmë Zotit, do t'i kërkojmë Perëndis për kërkesat tona, nevojat tona, dëshirat e zemrës tonë, i kërkojmë Zotit për sëmundjet e pashërueshme. Do t'i kërkojmë Zotit, po ashtu që të na çliroj nga magjit, sepse ju e dini që magjit ekzistojnë në nivel botror. Kjo ekziston. Dhe kjo është ajo me të cilën djalli punon çdo ditë me njerëzit, me mallkimet, me magjit.
Prandaj do t'i kërkojmë Zotit të na çliroj. Sa njerëz janë të sëmurë mendërisht, sa njerëz kanë mutacione, ndryshime në trupat e tyre, kanë paftësi për shkak të mallkimeve, të magjive, sepse kjo është ajo që bizotron me armikun që kemi gjithmonë dhe ne vuajmë dhe familja jon vuan, njerëzit tanë të dashur vuajnë kur i shohim në këtë gjendje. Ne duhet të lutemi dhe t'i kërkojmë Zotit dhe sot në këtë moment si kërkesë do t'i bëjmë thirrje Zotit dhe nëse ju keni nevoja, probleme të tjera, vështirësi të tjera të ndryshme nga sëmundjet, gjithashtu vendosini përpara pranisë së Perëndis, sepse Perëndia është shumë pranë jush dhe dëgjon lutjen. Unë e di sepse Perëndia gjithmonë u thot njerëzve në profeci, u thot ti shko në një qoshe të shtëpisë tënde dhe më drejtohesh dhe unë aty të dëgjoj. Aty ne e kuptojmë se Perëndia po dëgjon lutjet dhe Perëndia shikon qëllimet e çdo gjëje që ne bëjmë. Prandaj ne nuk do të dyshojmë, por do të besojmë se Perëndia do të bekojë gjithë secilin. Prandaj do të lutemi me zemër duke i kërkuar Perëndis ton, atë i shenjtë, atë qellor krijuesi i qiejve dhe i tokës. Atë i shenjtë, krijuesi ynë, i bekuar Zoti, që krijove qiejt, krijove tokën, universin, ti e Perëndia ynë, sundimtari ynë, ti e Zoti i jetës tonë, je Zoti i qiejve dhe i tokës, je mbreti i shenjtë dhe i drejtë, i mëshirshëm, i dhemshur. Tek ty Zot në këtë moment paraqitemi me gjithë nevojat tona. Paraqitemi para teje. Ti tani më njeh jetën tonë, njeh mendimet tona, njeh se ku ecim, ku hyjmë, ku dalim. Ti njeh gjithë jetën tonë, çdo gjë që bëjmë dhe që mendojmë, Zot, dhe në këtë moment atë të kërkojmë që të dëgjosh përgjërimin ton, dëgjo lutjen ton. Dëgjo Zot, shiko kërkesat, shiko dëshirat e zemrës ton, shiko Zot vështirësitë, problemet, sëmundjet. Sa njerëz janë në spitale, apo janë të shtrirë në shtratin e të sëmurit, Zot të gjithë ata të thërasin, të kërkojnë për shëndetin e tyre, gjithashtu atë i shenjtë para teje, qorto shpirtrat e këqinj, qorto magjit, mallkimet, shkatro këtë vepër të ligut që vjen të na përndjek, që vjen të na vjedh paqen, lumturinë, qetësinë, shëndetin. Zot, shtrije dorën tënde të fuqishme mbi çdo vëlla, mbi çdo motër, mbi çdo burr ose grua, pleq, fëmijë të gjitha moshave. Shtrije dorën tënde të fuqishme dhe ti je shti, duke shëruar, pastruar dhe duke çliruar të gjithë, duke u dhënë bekime shpirtërore, bekime materiale, duke plotësuar të gjitha dëshirat dhe kërkesat, duke bekuar dhe duke shëruar shumë, Zot. Ti je shti duke dhënë gëzim dhe ngazëllim në zemrat e tyre, duke hequr, Zot, kurthet e të ligut, kurthet e armikut, thyej zinxhirët, verigat, Zot, thyej dhe kput litarët dhe zinxhirët, dhe shkatro veprën e të ligut, bëj mrekulli dhe shenja, Zotim. Beko këtë kombë, beko këtë qytet me bekime nga qelli, duke sjell shumë njerëz në njohjen e së vërtetës tënde, të fjalës tënde, Zotim. Atë qellor në emrin e lavdishëm të Jezu Krishtit, birit tënd të dashur, të kërkojmë, Zot, që lutjet tona të arrijnë në praninë tënde, që shumë zemra të kthehen me të vërtet në rrugët e tua,
që shumë të duan të kërkojnë, të vlerësojnë, që shumë të adhurojnë Zot dhe të nderojnë sepse je i denj, i bekuar Perëndi plot fuqishëm. Hiq Zot kurthet e armikut, hiq zilin e armikut kundër nesh, na ruaj, na mbron nga e keqja, nga rreziqet, nga kurthet e aksidenteve, lejo vëllezërit dhe motrat që vinë nga larg të mbrijnë mirë, ruaj Zot në të gjitha rrugët e tyre, i bekuar Perëndi plot fuqishëm, Ati i shenjtë, në emrin e lavdishëm të Jezu Krishtit, birit tënd të dashur, të kërkojmë gjithçka, Zoti im, dhe në emrin e Jezusit të Nazaretit deklarojmë që të gjithë jenë të lirë, që të gjithë jenë të shëruar dhe të pastruar dhe të çliruar, dhe që të gjithë të marrin bekim nga lart, të marrin bekimin e të plot fuqishmit e Atit tim që jeton dhe mbretëron në jetë të jetëve, i bekuar Zoti, sepse lëvdimet janë për ty, Zot, kjo është kisha jote, Ati i shenjtë, dhe si kisha jote, të kërkoj që të shfaqesh, të kërkoj që të çlirosh personat dhe të heqësh nga gjithë secili të keqen që djalli ka farkëtuar, zinxhirët, litarët, thyej zinxhirët, Zot, këput litarët shpirtëror, Zoti im, shkatro veprën e të ligut, beko, Zoti im, beko, Ati i shenjtë, në emrin e lavdishëm të Krishtit Jezus, birit tënd të dashur, falemderit Zot, falemderit Ati i shenjtë, në emrin e Krishtit Jezus, aleluja, lavdi mbretit për gjithmon, lavdi të plot fuqishmit, falemderit Zot, falemderit, aleluja. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Lavdi Zotit, lavdi mbretit, falemderit Zot, falemderit Ati i shenjtë, në emrin e Krishtit Jezus, aleluja. I bekuar Zoti, shumë falemderit vëllezër dhe motra, shumë falemderit, dhe do duhet të mësoj një kor në italisht për të kënduar me vëllezërit dhe motrat këtu. Por mirë, unë mendoj se vëllezërit dhe motrat italian po ashtu do të mësojnë të këndojnë në spanjisht. Mirë, shumë falemderit të dashur vëllezër dhe motra, shumë falemderit, jam shumë e lumtur, kam qenë shumë e lumtur këtu në ditën e sotme dhe unë e di që Zoti do t'ju jap juve shumë bekime. Zoti do të shfaqet në jetët tuaja në të gjitha aspektet. Shumë falemderit dhe uroj që të shihemi sa më shpejt. Zoti ju bekoft të gjithëve. Falemderit, Zoti ju bekoft.